Dua dalim pak edhe tek Britania e Madhe, sepse bëri një betejë të gjatë, një luftë të madhe për të divorcuar nga Europa, e me sa duket tashmë do t'i duhet edhe 2 herë më shumë energji për të bashkuar sërish me Europën, por laburistët duket se kanë objektivin e tyre si Keir Starmer, por ashtu edhe sfiduesit e tij, të cilët vazhdojnë përpjekjet për ta sfiduar, edhe pse Keir Starmer duket i vendosur të vazhdojë mandatin e tij, kanë me një premtim elektoral, i cili me sa duket me një premtim që e kanë sot, po me sa duket do të jetë edhe premtimi i tyre elektoral në zgjedhjet e ardhshme, ribashkimi me Europën. Po, është e vërtet, ne kemi trajtuar edhe bashkë ata entuziazmin e madh që krijoi fitoria Starmerit, i bie gati 2 vjet më parë, po në qershor korrik, që bëri dhe samitin e famshëm Komitetin Evropian, shpresat që krijoi politikën e jashtme, mbështetje për Ukrainën, pra një figurë shumë pozitive, një lider shumë pozitiv, tamam për këto kohë që duhej, dhe afrimi i tij me Evropën ne kemi trajtuar bashkë më parë, ato marrëveshjen e famshme me Bashkimin Evropian, me Gjermaninë, me vende të tjera. Mirë po, problemi është që përsëri e kemi thënë bashkë, sidomos me zgjedhjet lokale të fundit, po edhe më parë u vënë krisje, çarje, mungesë uniteti dhe mungesë vizioni dhe leadershipi edhe nga ana e Starmerit. Ndoshta edhe ajo agjenda e ngjeshëm ndërkombëtare, këtej me Trumpin, këtej me Rusin, këtej problemet e brendshme, këtej BE-ja, krizat, ka ndikuar, po kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka që edhe kjo figurë e shquar social-demokrate, laburiste, në rastin e Anglisë, po na zhgënjen, domethënë edhe unë nuk e di, po nuk besoj se mund të ketë ardhme, duke pas parasysh natyrën e elektoratit britanik dhe partinë laburiste britanike, ashtu se edhe konservatoren. Domethënë aty mund të rezistosh, mund të mbijetosh punë muajsh, ndoshta 1-2 vjet, por kjo përsëri do të jetë do ta paguash ti. Pra, lideri e paguan koston, si ndodhi me Tony Blairin, po ka qenë Tony Blair s'ka. Çfarë nuk bëri ai derisa u zëvendësua nga Gordon Byron. Kjo po diskutohet sot. Të shmanget kriza, të zëvendësohet ai me një laburist tjetër. Por ai po këmbëngul, ka një të drejtë nga njëra anë se Ambasador, vetëm pak, jo, s'ka gjë, me qenë se hape këtë pikën, sepse duket se ka një konsensus nga politikanët, po them të kalibrit në Britani të Madhe, ata që i kanë provuar këto, se edhe këto lëvizje të shumta, si që ndodhen te konservatorët, jo vetëm që dobësojnë partinë, se po i shohim ku janë konservatorët tani, e kupton, as nuk po pretendojnë më se mund të kthehen në forcë qeverisëse, duke lënë të gjithë hapësirën Nigel Farage, por nga ana tjetër dobësojnë dhe Britaninë e Madhe. 3-4 kryeministra ndryshuan konservatorët në 4 vjet. Pra edhe vetë Rishi Sunak ishte kundër largimit të Keir Starmer, që është kundërshtar, me pretendimin se Britania duhet vazhdojë në stabilitet dhe në qeveri, ndryshe nuk është se ata që do vinë të zëvendësojnë Keir Starmer nga brenda partisë, do të ndryshojnë atë rezultatin elektoral. Zgjedhjet kanë mbaruar dhe nuk mund të sjellin diçka ndryshe. Jo, vëzhgimi juaj është absolutisht i drejtë, është edhe vëzhgimi shumë ekspertëve, gazetarëve dhe politikanëve tjerë, kjo është absolutisht e vërtet, por fatkeqësisht ky është realiteti në Britani, çfarë i bëjmë ne atyre laburistëve dhe elektoratit britanik, atë ka një nivel demokracie shumë të lartë, dhe ata mendojnë radh par parimin, vlerat, pastaj interesin. Kështu që thonë, më mirë le të vuajmë pak, po me këtë nuk vazhdohet më. Shqetësimi këtu i ekspertëve dhe imi me që kam ndjekur dhe si anglofon shumë anglin, është pikërisht kjo kontradikta midis asaj që thoni juve, që është absolutisht e vërtet dhe e thon shumica, por dhe praktikës që në Britani nuk funksionon kështu. It doesn't work like this. Pra nuk punohet shumë në Angli, kështu që kjo është sfida në fakt e demokracisë në Britani, por edhe në Francë, edhe në Francë njëti problem ka qenë. Domethënë atje nuk duan t'ia dinë kur i hyr në natyrë, domethënë ke norma parime demokratike në djathtë dhe në gjitha. Kështu që shikohet me shumë pesimizëm dhe natyrisht rënia e Starmerit do të ketë pasoja. A do të jenë më të mëdha këto pasoja të iki ai dhe të një tjetër, apo të ri ai? Në plan afat shkurtër, është si thoni ju, po një plan afat gjatë, leadershipi i tij do dobësohet shumë, siç ka filluar dhe me Mercin. Kështu që nuk ka gjasa dhe ai që të arrijë objektivat. Prandaj njerëzit mendojnë, dakor, do jetë një operacion i dhimbshëm, po më mirë ta bëjmë tani, le ta psojmë pak tani, po që ta kemi për nesër. Ndryshe, po vazhduam me këtë gjë, me këtë ne nuk kemi gjë. Për sa i përket asaj Bashkimit Evropian që ju për me drejt, ju e keni fiksime dhe shumë të drejt,
Edhe mund përqen dhe është e vërtet, por... Po sa ashtu forcon Europën, se Europa pa Britanin kanë përshtypjen humbi dhe forcën, humbi dhe orientimin e saj deri diku. Absolutisht e vërtet, por ne kemi thënë ka shumë pengesa dhe probleme juridike, politike, elektorale, që në vend t'i vënë syt mund t'i nxjerrin vetullat. Pra në parim, kjo është e drejtë. Por praktikisht tani duhet pyet elektorati britanik, i cili shumica janë të bindur që ishte gabim. Pra do të bëhet një luftë politike atje, çka do shkaktoj ka kostot e veta. Nga ana tjetër, duke hyrë në bisedime me Bashkimin Evropian, se prap nuk mund bëhet kështu tak fakt, domethënë, sërish mund të ketë probleme, pra do shkëputet vëmendja nga problemet aktuale duke përqendruar atje. Cila zgjidhja? Zgjidhja më e mirë për momentin është kjo që ka bërë shtarmi dhe po bëhet. Forcimi i vazhdueshëm i marrëdhënieve ndërmjet BE-s dhe Britanisë me vendet anëtare, aq më tepër që janë në NATO bashk, dhe duke parë e duke bërë. Njëherë të zgjidhet problemi me Ukrainën, të zgjidhet problemi në Iran, të zgjidhet problemi në Britani, a do vazhdoj shtarmi apo do vi Faraghi, dhe po erdhi Faraghi, këto i themin e bashk mund të bien me njëherë. Ose mund të ndryshojnë si Meloni, ambasador. Se edhe Meloni kështu erdhi në pushtet me politikat e AFD-s, me politikat e Faronsh, po kur erdhi në pushtet, pastaj u bë me europiane se vetë europianët. Jo, kjo është e vërtet, por ai e ka dhënë provën para Faraghi, megjithatë, kjo është e vërtet dhe le ta mbajmë këtë rezervë. Po gjithsesi nuk është aq e thjeshtë, nuk dihen costs and benefits. Pra nuk dihet sa do fitohet dhe sa do humbet. Sot, nesër dhe pas nesër. Pra është një problem që po diskutohet, po shqyrtohet, po nuk mund të zgjidhet brenda ditës, aq më tepër kur menuja geopolitike, ju e trajtoni shumë bukur, në mënyrë shumë cilësore, është aq e ngarkuar sa kjo do të tingëlloj pak si luks, aq më tepër që marrëdhëniet tani midis tyre, BE-s dhe Britanisë, në të gjitha fushat janë forcuar me lehtësi, me privilegje, me favore të shumta. Po le të shpresojmë të zgjidhim këto probleme që kemi tani dhe në një të ardhmen të afërt, pse jo, edhe ajo mund të hyjë bile duke shmangur shumë formalitete, kjo pasi të ndryshojnë ndoshta edhe traktatet e Bashkimit Evropian, që me që Britania ka qenë, të mos ketë përsëri ato procedura të gjata, po të hyjë brenda një periudhe të shkurtër. Pra ka shumë procedura, formalitete teknike, organizative dhe unë e kam vizituar këtu në Bruxelles me shumë drejtues të BE-s, Komisionit, Parlament, mi dashamirës dhe ky shqetësim shprehet që e drejtë është në parim, por ama kur të hysh aty në lojë nuk dihet se si del. Kuptoj. Falenderoj shumë, ambasador, javë të mbar. Jo, unë ju falenderoj ju për këtë privilegj për të komunikuar me ju dhe ju uroj edhe juve një ditë, javë edhe muaj të mbar. Gjithë të mirat. Falenderit. Falenderit shumë. Shkëputëm për një hapësirë publicitare, kthehemi pas pak.